Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se mbështetja e qeverisë do të jetë e padiskutueshme ndaj forcës së sigurisë së Kosovës dhe se Kosova së shpejti do të ketë edhe helikopterët Black Hawk. Kurti gjatë fjalës së tij në ceremoninë e certifikimit të 344 rekrutëve të FSK-s tha se gjatë mandatit 4 vjeçar kanë dyfishuar numrin e ushtarëve të rinj, si dhe kanë investuar në armatim luftarak. Kurti tha se kanë vendosur themelin e industrisë së mbrojtjes me fabrikën për prodhimin e municionit Made in Kosova, e të gjitha këto sipas standardeve të vendeve të NATO-s. Muaji mars nis me epopenë e UÇK-s dhe përmbyllet me ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Me 5, 6 dhe 7 mars, qëndresa heroike e familjes Jashari dhe lufta çlirimtare e udhëhequr nga kryekomandante Adem Jashari shënon kthes historike për popullin ton në rrugtimin drejt lirisë. U dëshmua që kulla është më e fortë se regjimi. Dashuria për atë dheun është më e fuqishme se gjenocidi i Serbisë, dhe se liria është më e shtrejtë se jeta. Në nështrimi e dorëzimi nuk ishin opsion, prandaj fitoria ishte rezultati. Edhe presidenti Vjosa Osmani tha se FSK-ja po marshon përpara dhe është gjithnjë më shumë e mirë pajisur. Është një përkushtim ndaj sigurisë dhe një garanci për paqen. Sot është një ditë e veçantë për ju dhe për gjithë Republikën e Kosovës. Sot 344 djemë e vajza i bashkohen radhëve të FSK-s, duke u bërë kështu pjesë e një misioni të shenjtë, mbrojtjes së atdheut të tyre, garantimit të sigurisë dhe mbështetjes së paqes në vendin ton e përtejti. Të dashur ushtar, ju keni kaluar një rrugtim plot sfida, disiplinë dhe përkushtim. Me këtë certifikim ju nuk mbani vetëm një titull, por mbi të gjitha një përgjegjësi të madhe për të ruajtur vlerat dhe dinjitetin e shtetit tonë. Osmani u tha rekrutëve të FSK-s se janë pasardhës të denjë të UÇK-s, të cilët sakrifikuan gjithçka për atdheun në momentet historike të vendit.